Përshëndetje të nderuar miq, të mirë se takohemi në podcastin e radhës të Forumit Shqiptar. Siç e dini ju vetë, temat e podcastit u kushtohet rinis, u kushtohet rinjve ton, i kushtohet të ardhmes son. Me ne sot janë dy të rinj të shkëlqyer nga Malësia, Arta dhe Bushati, të cilët kanë qenë pjesë edhe e akademisë politike. Në fillim ju kisha pyetur, po fillojmë ndoshta nga Bushati, ju keni studiuar për drejtësi dhe çfarë ju shtyri që të studioni drejtësinë? Shumë kush që ka përvojë në këtë drejtim e thotë që në politikë kjo ju ndihmon jashtëzakonisht shumë për të njohur ligjet, për të njohur drejtën ndërkombëtare, për të njohur situatën në vende jo vetëm. Para se ti përgjigjem kësaj pyetje, dua t'ju përgëzoj juve ministër, kryetarin Gjelosha dhe gjithë iniciatorët e këtij super projekti në radhë parë të Akademisë Politike të Forumit Shqiptar, edhe në radhë dytë të podcastit, dhe të njëjtën kohë ju falenderoj për mundësinë që jepni të rinjve që kanë ambicie për të kyçur jetën politike dhe për të kontribuar në të. Lidhur me pyetjen që më bët, në fakt unë kisha të vendosur që në vitin e parë dytë të gjimnazit që do studioja drejtësinë. Personi që më ka shtyrë më shumti që shkoj në atë drejtim ka qenë avokat Spartak Ngjela, si i ri, si gjimnazist e përcjellja shumë nëpër studiot televizive të Shqipërisë, dhe ai ka qenë ai personi që më ka bindur më shumti që studioj drejtësinë. Vendi nuk e dija saktë se ku të studioja, por ishte vllau i madh, mentori, i cili vendosi të vazhdonte studimet në Prishtinë dhe detyrimisht edhe unë pas tij do isha në Prishtinë. Prishtina dhe Kosova gjithmonë për shqiptarët malëzi kanë qenë dere hapur dhe mos të kishin qenë ata, ne sot as nuk do të flisnin shqip. E kemi pas si shtëpi gjithë shqiptarët e Malizisë paku. Natyrisht. Arta, ju keni studiuar për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci apo jo? Dhe politikologji. Politikologji, domethënë ju jeni bukfalisht pjesë e kësaj fushë. Pse këtë drejtim? Së pari, faleminderit që na keni ftuar, që i merrni të rit si fokus në politikë. Unë kam zgjedhur politikën, të themi, edhe diplomacinë, por politikën si një fushë ku nuk dua të jem si vëzhgues i problemeve të shtetit dhe të shoqërisë, por dua të jem të marr ndërgjegjësi që të bëj ndryshime në politikë, po ashtu edhe si femër, sepse femrat ndoshta ndonjëherë janë më pak të kyçura në politikë, kurse tani Pse mendoni se është faji tek politikanët, në fakt meshkujt apo dikun tjetër? Dua të them këtë gjë, kur para se kam shkuar në studime, kur flisha me babin, se babi ishte ai i cili me jepte çdo herë motivim se unë mund të bëj atë që dua, thosha pse ti burr edhe pse të gjithë shokët tuaj që merreni me politikë jeni mashkuj, pse nuk ka femra mes jush? Dhe kjo me motivoi më shumë që të bëhem pjesë e politikës dhe femër. Dhe kjo mendoj se ky hap do të më jep më shumë, si të them, fokus në atë që do të bëj unë në të ardhmen për vendin tim. Perfekt, më vjen mirë që një vajzë e re nga Malësia ka një qëndrim, një mendim të tillë, sepse është e domosdoshme që femra shqiptare sidomos të jetë e kyçur në vendimarrje politike. Ishit pjesë e Akademisë Politike. Pse? Çfarë ju shtyri të jeni pjesë e këtij programit? Pas studimeve, nga gjithë ajo teori që mësoja, e pash akademinë si një praktik edhe në mënyrë që të njoftohem me fytyra të njoftura politike, por edhe të mësoj nga ta. Çdo panelist që kishim ishte një fytyrë e njoftur si politikan, analist, ekspert, të cilët të gjithë nga përvoja atyre mësova unë shumë. Një gjë që më pëlqej shumë në akademi ishte sepse nuk flitshim vetëm për sukseset politike. Aty pat shumë kritika. E kritikat janë ato të cilat janë kontrolla e politikës. Kur është gjithçka e mirë, diçka nuk është në rregull. Kështu që kritika vlen për të parë problemet, për t'i zgjedhur ato me kohën, shpresojmë. Kjo ishte një gjë që mua sinqerisht më besoj se edhe Bushati pajtohet me kara në sy. Ata të rinj, të shkëlqyeshëm, të mirë informuar, kishin pyetje të jashtëzakonshme, ndoshta nganjëherë edhe me spec, edhe për politikanët, edhe për çka mendoni ju Bushat, si
u bëhet pjesë e këtij projekti, vllai jeni të kënaqur me këtë projekt? Unë u bëra pjesë e projektit pa e menduar 2 herë. Pse e pash që është hap aplikimi nga Forumi Shqiptar për të bërë pjesë e Akademisë Politike të këtij subjekti më të fortë shqiptarëve në Malzi, nuk kisha dilemë, nuk kisha më dyshje. Isha direkt i vendosur që do aplikoj. Edhe jam shumë i kënaqur nga kjo Akademi Politike e Forumit Shqiptar dhe jam i bindur që trit e Forumit Shqiptar ja kalojnë edhe trive subjekteve politike në Shqipëri dhe Kosovë, si nga përgatitja, si nga shkollimi, edhe për gjithë gjërat tjera. Më kujton një thënie e jo vetëm të një miku dhe lektori që ishte pjesë e akademisë, më tha, ku i ke zgjedh morash këta të rinë, ku i ke zgjedh këta të rinë të shkëlqyer fantastik dhe për mua kjo ishte një satisfakcion i rëndësishëm, sepse sinqerisht e kisha një barë të madhe për organizimin e kësaj akademi dhe jo vetëm unë mora feedback-e nga të gjithë edhe nga ligjëruesit të nivelit lartë, siç ishte Ranko Krivokapis, dhe Bujar Osmani, dhe Elisa Spiropali, nga Kosova, po ashtu e shumë mis tjerë që ju keni dhënë një shembull, bukfalisht një leksion edhe vetë lektorëve. Çfarë veçonit nga Akademia Politike, cilat janë ato gjërat kryesore që ju mes së shumt ju pëlqyen? Nga Akademia Politike do të veçoja 2 lektore. Të dyja janë femra, ato janë Edona Bilali, që është zëvendës ministre, dhe Ogerta Manastirliu, drejtore politike e Partisë Socialiste për Tiranën, dhe më shumë gjasë dhe kandidate për kryetare të Tiranës. Ato dy jam kanë lënë përshtypje më shumë. Kanë qenë si politikane, si ligjëruese, në përgjigje të pyetjeve më kanë lënë shumë përshtypje dhe më kanë pëlqyer edhe si ligjëruese, po edhe si politikane, në thelb. Vërtet janë 2 figura shumë të rëndësishme, besoj se Arta pajtohet dhe ky ka qenë qëllimi jon, që të sjellim për çoj mesazhin, jo të kemi vetëm meshkuj, por të kemi edhe femra shumë suksesshme, që t'jene edhe si model, edhe si shtys, sidomos për femrat e për vajzat. Për ju Arta, çfarë ishte e veçantë tek Akademia Politike? Është shumë vështirë të veçoj, sepse çdo njeri prej tyre ka vlerën e vet, por prapë dua të veçoj Petar Komnenic, i cili është një figurë të cilin e përcjelli unë shumë dhe masanej ku e përcjelli, më është duk shumë interesant të bisedojmë me ta. Me pëlqen se ai e ka atë dialogun të hapur, kritik, dhe çdo argumenti të cilin e thot i rrin mbrapa. Kjo më pëlqej shumë te ai, por edhe gjithë të tjerë të cilët ishin aty, nga çdo panelist mësova një gjë nga përvoja e tyre dhe nga jeta e tyre politike publike. Arta, mendon se të rinë shqiptar duhet të kyçen në politikë, pse? Dua të filloj me një citat ose fjalë e urtë nga Aristoteli, i cili tha se njeriu është kafshë politike. Andaj me këtë fjali apo me këtë fjalë të urtë e kuptojmë se edhe kur ti nuk don të merresh me politika merret me ty. Kjo duhet të jetë edhe një mesazh për të gjithë të rinj, të cilët mendojnë se politika është një gjë e keqe, si e perceptojnë njerëzit, shumica e njerëzve në këto ditë. Të rinj duhet të marrin politikën si mundësi, edhe nëse nuk mund të studiojmë të gjithë politikën, nuk mund të merremi të gjithë në atë fokusin e politikës, por të gjithë mund të kontribojmë, të gjithë mund të ngresim zërin tonë për politikë dhe të kemi mendimet tona nëse një gjë nuk na pëlqen, atëherë ata mund të flasim publikisht, pa marrë parasysh se çka studion, dhe mendoj se të rinjt në Malsi janë të kyçur, por akoma mundet edhe më mirë. Po ashtu dua të cek edhe për femrat shqiptare këtu në Malsi, duhet të jenë më aktive. Nëse një femër vjen në një pozitë, le të marrim në kuvend të Tuzit, ajo duhet atë pozitë ta marrë si një gjë që mund të flas, mund të ngrisë zërin, jo vetëm të qëndrojë aty dhe të ketë një vend të saj. Andaj zëri është çelësi i suksesit të një njeriu
por në këtë rast më së shumti të një femre, sepse unë jam kështu me femrat gjithmonë i veçoj, kështu që mendoj se kesh me të drejtë. Pajtoj Marta me ju, me gjithë të konstatimet që i bërë dhe e pëlqeu sidomos aspekti i shqyrtimit ose i pikpamjes politike. Për fatkeq bushat besoj se pajtoheni edhe ju me të drejtë do t'jemi autokritik, sidomos politikanët. Për politikën mendojnë keq të rinjët, mendojnë keq jo vetëm por edhe opinioni. Është ajo bindje për vërtet. Po, por duhet ta ndryshojmë këtë. Dhe kjo është pra ideja e Forumit Shqiptar që përmes kyçjes juve në politikë në vendimarrje me mendime të ndryshme që së bashku sjellim vendimet duhet të ecim përpara. Unë bashkëpunëtorëve të mi ju thom me nxitje arta ta potencoj edhe ndaj me ju nuk i dua afër ata të cilët më thonë ministër nuk bën gabime. Unë i dua afër. Po. Unë i dua ata që më kritikojnë. Sepse në këto punë në pozita të larta, në punë publike, nuk mund mos kesh gabime. Çfarë mendoni ju për këtë pushat? Unë do nisi te rastim, te kyçja në jetë politike. Unë direkt sa kam përfunduar fakultetin juridik në Prishtinë, direkt sa kam marrë diplomën, ja kam komunikuar familjes time vendimin për që do kthehem në vendlindje. Edhe ky vendim ka qenë më shumti për të kyçur në jetën politike. Mund të vazhdoja karrierën profesionale në Prishtinë, të vazhdoja atje me të hapja ndonjë zyre time pas një kohe të caktuar, por vendimi im ishte për të kthyer këtu më shumti për të kyçur në jetën politike. Sepse mendoj gjithë të rinj që kanë studiuar jashtë, që kanë studiuar në Malzi, duhet të kyçen. Duhet të kyçen jetë politike për të kontribuar sa do pak me bagazhin e tyre profesional që kanë, dhe kjo kyçje është tani shumë e lehtë te Forumi Shqiptar i cili po u jep mundësi të rinjve për të kontribuar dhe për të avancuar në jetën politike dhe profesionale natyrisht. Kush nuk ka ambicje shumë politike. Si mendoni se është klima tani politike në përgjithësi, flasën për shqiptarët në Malzi, natyrisht edhe për Tuzin, apo afrohet të rinjve mundësi dhe a ka ndryshuar situata politike? Mendoj që klima për momentin spaku në komunën e Tuzit është shumë e mirë, të rinjt kanë mundësi të integrohen, të punojnë, të kyçen jetë politike. Për sa i përket politikës, mendoj se ky bashkim që u bë i 3 subjekteve kryesore të Alternativës Shqiptare, të Lidhjes Demokratike Shqiptare dhe të Unionit Nacional Shqiptar ishte një nga gjërat më të mira që ka ndodhur viteve të fundit nga subjektet shqiptare. Mendoj që në një të ardhmë metafort do ishte mirë që ky bashkim të zerohej edhe me ndonjë parti nga Ulqini, edhe të vazhdojnë shqiptarët. Po kjo ka qenë dhe mesazhi i liderëve tonë politik nga ai koalicioni vitit 2019 e kënde dhe ne e potencojmë gjithë ne. Më vjen mirë që kjo shihet edhe reflektohet tek ju, sepse ju jeni ardhmja, ju jeni ata që të cilë do të na zëvendësoni ne. E shoh se kjo po absorbohet pozitivisht. Se për fat keq jemi vetëm 35-36 mijë shqiptarë dhe i kemi gjithë ato subjekte politike. Dhe detyra jone, obligimi jonë është që të kemi një adresë të fuqishme për të rinjët dhe jo vetëm, por për gjithë shqiptarët që t'u jepet mundësia për integrim, t'u jepet mundësia për të treguar veten, t'u jepet mundësia për të kontribuar në vendlindje. Një element tjetër që diskutuam edhe me kolegët e me shokët tuaj është edhe ndalja e emigrimit, sidomos nga zona e Malsis. E dim gjithë se për fat keq emigrimi është një nga plagët më të rënda për shqiptarët kudo, dhe kjo është shumë pozitive. Në fakt dhe çfarë mendon Arta se ndali emigrimin e shqiptarëve nga Tuzi, sidomos e Llamazer? Po veprat flasin në Tuz. Këto 6 vite mrapanesh ka pasur shumë ndryshime në Tuz, si në infrastrukturën dhe në investimet që janë bërë në Tuz, po ashtu është parë se të rinjt janë normalmente të kyçur, sepse si Forumi Shqiptar, tashmë edhe Akademia Politike, e cila i bashkoi edhe më shumë,
Dhe mendoj se kjo gjë do të na çojë më përpara dhe nuk do t'i lejoj që të lëshojnë tuzin, sidomos tash të rinjtë të cilët kanë mundësi të jenë pjesë e politikës, por ndoshta ndonjëherë nuk e kanë fajin vetëm të rinë, sepse duhet ndoshta të jetë një investim edhe në arsim, sepse nëse ne e kishim mësuar se politika është një faktor i rëndësishëm në jetën tonë, ndoshta do ishim më të vetëdijshëm se ne duhet të kyçemi në politikë, por me qenë se në arsim nuk përmendet politika, unë politikën kam filluar të mësoj vetëm në studime, dhe mendoj se ky është një faktor i cili u pengon të rinjve të kyçen në politikë, por siç thash, Akademia Politike tani është vetëm një hap i parë i cili do t'i kyçi të gjithë dhe do të jem një vend me të rinë, me energji pozitive, me energji të rinë, me një perspektivë të sigurt. Po. Bushat ju, si mendoni, se a ndikoj politika e Forumit Shqiptar që të rinjët shqiptar të rinë të jetojnë në vendlindje? Mendoj që po, edhe politika, po një nga gjërat kryesore që ka bërë Forumi Shqiptar ka qenë të punësimet, të mundësia që u ka dhënë të rinjve, se arsyeja kryesore që ka nikur përpara ka qenë papunësia, ka qenë kushtet financiare. Mendoj që ditëve të sotit janë tralla, mos them fare, shkuarja e shqiptarëve nga Malizi në Amerikë, edhe mendoj që çdo ditë më pak do ketë emigrim të shqiptarëve në Malzi, kryesisht në Amerikë dhe në shtetet tjera të botës. Shpresoj të jetë ashtu, sepse rinia dhe vendi pa popullsi dhe pa rini nuk mund të ketë perspektivë. Kur kemi të rinj e të reja, siç jeni ju, Malësia dhe kombi shqiptare, unë besoj se nuk ka krizë, ka një perspektivë të jashtëzakonshme dhe përfund, lirisht nëse keni ndonjë mesazh për shikuesit tonë para se ta mbyllim. Për fund, dua t'i përshëndes gjithë shikuesit, dua t'ju falenderoj edhe një herë për mundësinë që na e keni dhënë, edhe dua t'u them gjithë shikuesve, gjithë të rinjve që tani e kemi një adresë të fortë, edhe mendoj të vetmen shqiptarëve të Malit Zi, që është Forumi Shqiptar. Faleminderit Arta për ju. Po ashtu i përshëndes të gjithë ata të cilët na shikojnë. Dua të inkurajoj të rinj që të bëhen pjesë e Forumit Shqiptar, pjesë e Akademisë Politike, që të bëjmë hapat me dha së bashku, sepse vetëm bashkimi mund të bëj një gjë të realizohet. Për fund, siç e thash edhe në fillim, femra shqiptare ju lutemi, le të na bashkohen sepse mund të bëjmë ndryshime. Femra shqiptare duhet të jetë në fokus. Kjo është mesazhi im për të gjithë. Mesazhi i qartë dhe shumë i bukur i të dyvet, dhe faleminderit shumë që ishit mysafirët e mi, ju dëshiroj gjitha të mirat dhe kjo është vetëm fillimi i asaj çfarë së bashku na pret për aktivitete që në kontinuitet do t'i realizojmë të gjithë së bashku. Të nderuar miq, faleminderit që na ndjekët, shihemi në podcastin e radhës Zgjidhja të Forumit Shqiptar.